nuk do të lejohet më që në godinat, pallatet, pa certifikat përdorimi të lidhet ujë dhe të lidhen dritat. Nuk do të lejohet më që të merren njerëzit të futen në për apartamente pa u përfunduar ashtu siç duhet objekti dhe pa u pajisur njerëzit me hipotekën. Futen në apartament dhe janë në shtëpinë që e kanë paguar me të gjitha kursyenat e tyre, por nuk janë pronar me letra. Një gjë e papranueshme dhe e patolerueshme më tutje. Dhe gjithë kjo pjesë lidhet me procesin ku janë të përfshirë aktorët institucional, që nga arkitekti deri tek Agjencia e Zhvillimit të Territorit apo bashkitë, si edhe vetë agjencitë që garantojnë furnizimin me energji dhe me ujë. Më tutje është një tjetër, ky